Si ke studiuar më pas? Si isha armikun apo si një Kam pas rast, jam takuar dhe me oficera që kanë qenë në shtabin e Wehrmachtit, oficera drejtimi, pas 90-ës. Kam ma fosur kështu se po flas bizetoj me juve. Vërtet? Drejt për drejt. Edhe a i më bëri pyetjet kësaj natyre, natyrisht për natyrën e tia, edhe i thash, dikur i thash leftonim, i thash ball për ball, e armë për armë. Me këse leftoni, po dhe me armë tu e leftonim juve ti thash. Po ku i morë, tha, u azum juve ti thash. E qeshëm. Po mirë do lëtojmë prap, tha, jo, i thash, nuk do lëftojmë prap, tani do pim kafe, do lafosem, i thash, kështu si ish ushtarak karriere, i thash, se pas keni pas dhe ju, i thash, funksione, po dhe unë gjithashtu, i thash, edhe bëmë abete, tani i thash, do ashtu si miq, edhe me respekt veçant, foli të shi pasajt, edhe a i do më tani kështu, jo, nuk do të shikojmë njeri tjetër një kështu. Jo, nësi ish armiku? Jo. Unë po të tregoj një sekret të vogël, gjatë luftës më pata rast që në një rast pati nga zhej zavorizu një roba tje dhe Gjerman? Rob. Ishte veterineri i lartë ai. Edhe ne dorëzuam me historie gjatë ajo punë, po në marim të luftës këti njeri e gjetëm në shkollën Skënderbej. Si e gjetët? E gjetëm atje, e këshin punësuar këta të komandës e të drejtorisë komandës shkollës, edhe punë të çdo punë elektrike, hidraulike, këto zbukurimet, këto shkrimet, këto punët e tjera. Edhe dikush nga këta shejtanët më ngacmon të mua, thanë më rëpët, ti e ke plagosur këta, thanë mua. Sa që do t'i thomi, më thanë mua. I thash, po mirë, thoni. I thanë, edhe u bo miq me të Karlo, i frisim neve se kishte Karlo ata emrin, po e mori Ministria Bujqësisë, se ishte specialist nga më të mirët për veteriner. E kisha fjalën tek ajo që dhe me atë që u vram, punuat pra bashkë. U pajtojnë, po u bo miq. U bo miq me të... Se jeta kështu është? Gjëre gjatë, kështu që nuk ka vënd për armiqësi. Se, tashin... Po mirë atyre, në qoftë se me Gjermanin nuk ka vënd për armiqësi, nga duhet të ruajmë ne? Nga mund të na vi lufta? Zditë si të thonë këtë. Unë ngullkëm të kajo që po së fut Gjermanin luft, në Evropë s'do të ketë luft. Mjafton kaq? Kaq mjafton? Të tjerët nuk bëjnë të tutje. Shqip, le të thonë, le të murën tër ditën e tër natën. Nuk kanë kapacitet. Pra tjo, kështu. Dikush nga juvet, gazetarët thajnë kjo, do më në kështu që tha. Nuk, tashin, Gremca nga smonë atë tigrin, nuk e njohën ata, nuk e njohën mirë ata. Ta thonë, ashtu kjo është. Ka, njohën mirë. Unë atë kulturën ruse, artë në sharakë, luftrat, historinë e tiri. Pra mendoni që ajo që ndodhi me Rusin është e gabimi më i madh. Nuk kanë qenë asë një minutë, po e njohë mirë. Edhe rusisht... Keni qenë në Bashkimin Sovjetik ju? Nuk kanë qenë. Asë një ditë, por rusishtën e di. Di rusisht? E di rusishtën. Pra, unë ngacmua Rusia, pra ndaj nisi e gjitha? Pas, Rëndina, flasëm kështu. Ata e kanë thënë me ko. Kanë gjindë gjashtë në botës, nuk kemi nevojë, ka thënë, për hapësirë. Këta thonë, kemi nevojë për hapësirë, se s'kemi asë një metër bosh. Dhe historie këtë e ka bërë. Këta kanë sulmuar 4 herë anej në drejtim. 1854, 56, këta sulmuar të di palët, anglo-francesët sulmuar dhe dështuan. Këta sulmuar dhe në 18-22 dështuan për sëri. Këta nëzitën dhe Hitlerin e ushqien, ashtu e dënuan Versailles, ashtu edhe ndodhen ato që ndodhen tashin. E fuqizuan, dhe me thonë. Po tashin duhet gjithë mësime nga historia.
Nuk është se dëshiron ai të dalë këtej, të hapet, po, ai ka hapësirë, se ka ashtu. Nuk është puna tash për të bërë cilat është mi madhe, cili mi vogël. Pse cili të rrinë në vend e vet. Kjo ka. Të evitohen këto. Të rikthejmë pak tek lufta edhe njerë, të rikthejmë pak te lufta. Tani që flasim, ende ka njerëz, ka sa të duash njerëz, që thonë që ne ngacmuam Gjermanin, po të mos e ngacmonim, a ishte në rrugë sipër, do ikte. Si është e vërteta juaj? Këto janë marzira, ose janë keqdashe, ose janë propagande thjesht, vuru që do emër, ashtu. E para e punës, ata nuk i ftoi njeri, nuk erdhën për të kaluar, se ku do kalonin, ishte deti këtu, marapanesh. Ishte një lloj administrate, me gjithë se e pushtuar, kujt i mori lejtë kaluan, as kujt, do t'iknin, është e kuptueshme që do t'iknin, po ku do veni, do shkonin të luftonin në frontin e aleatëve tonë, të anglo-sovjetik, përsëri, do t'iknin. Pastaj, do t'vinte puna në fund. Pra, këtë ishte një pengesë e madhe që ata të mos vazhdonin në frontin ku kishte përsëri luftime. Ata erdhën vërtet ditë 3 ditësh këtu, edhe u desh 6-70 ditë që t'iknin nga Shqipëria, edhe t'iknin, erdhën me mjetë edhe ikën me këmbë. Mund të iknin, por do të meteshin neve të keq. Sepse bëm atë që bëm, dhe kur erdhi puna në fund, në 26 në konferencën e paqes, na quanin, si që di, agresor dhe ruajnë ligjin e famësh fam keq të luftës edhe sot e kësaj dite. Pikërisht për atë që ndodhi me Italinë. Për vetin tonë. Pastaj, shtë thonë, kur i lexoj që thonë nuk luftuat, po u bën seir, atyre do më thënë, shtu thonë, të thonë që jeni ju e shqiptarë jeni, se nuk luftuan. Po, zot në rujtë. Ndërkohë që preda është këtu, por një moment tjetër që unë dua të flas me ju, e kam të rëndësishëm, është për të shpjeguar një moment i historisë të paqartë, për të cilin dua të punoj më gjatë, por ju jeni një prej dëshmitarëve të rëndësishëm. Kapitullimi i Italisë fashiste dhe strehimi dhe ndihma e madhe që i dham në italianëve. Mund ta tregojmë këtë pjesë të historisë të paqartë, të pa treguar dhe të pa treguar siç duhet, edhe të pa marrë vlerësimet që duhet të merrte ky popull, ky vend për atë që bëri. Fillojmë e tregojmë në fillim kapitullimin e Italisë fashiste. Siç vizatuam në fillim, mua kapitullimi i Italisë fashiste mëzuri, rastësisht mëzuri në malin e Bisejt pak më për metër. Kisha qenë i smurë dhe më kthye në një pjesë të familjes që jetonin në kullotat verore me bagti, një pjesë e familjes bashkë me sa të tjerë. Pak më për metër, po për metër duke si në plën dorës se as 1,5 kilometër larg nga kullota. Mësuri atje isha i smurë të këta, me detyrë që të më ktheni në pjesën tjetër të familjes, anej në zonën e Flerës në Galisht. Paq, çdo gjë që ndodhi në përmet, në kuqër, në këlqyr, pak më larg, po me shikim dukeshin gjërat. Paq gjithashtu më vonë, edhe në kalim për në Galisht Flerës, paq atë masakrën, jo betejën që e kanë trajtuar këta ta shtuquajturit historian, edhe politikan pa mend e pa tru. Ajo ishte një masakër, edhe një masakër në Grehot Gjirokastër, mas e dini ku është Grehoti, dhe kjo ndodhi 14 shtator, pasi kishte kapitulluar Italia. Pa gjithashtu shpartallimin e një ushtrie, domethënë në mënyrën më skandaloze që mund të ndodhë, dhe bëj një krahasim nofta në kohë, jo të përshtatshme, të asaj ushtrie që ndodhi atëherë që meti pa se kopea pa çoban, humi krejtësisht drejtimin, por më çuditi një gjë që komandat e ushtrisë italiane u treguan krejtësisht të paafta për të ruajtur sadopak
kompaktësin e reparte vetë. Flas gjithë një për zonën, për prefekturën e Gjirokastrës dhe zonën ku pata rast televizja në asaj kohë duke qenë i përfshirë në lëvizje, televizja pothuajse në shumë zona. E humbë drejtimin dhe aq e vërtet është kjo sa që nga data 8 që u dha kapitullimi deri në datën 14 ata nuk kanë gjendje që televizionin nga Gjirokastra për të dalur në Bregdet në një zonë që dhe me këmbë njeriu mund të dalë brenda një ditë e gjysmë, shumë të ditë, ushqime kishin për 15 ditë, mund të organizonin shumë mirë, të ruanin kompaktësinë, delin në Bregdet, në një kohë që me lëvizjen, me drejtuesat kryesorë të lëvizjes nacionale shqiptare kishin arritur marrëveshjen mëse të domosdoshme për kohën. Ata kërkuan që të dalëm, si që jemi me armatim, dalëm në Bregdet, dorëzojnë çdo gjë si që kanë rregullat e luftës. Dakord, u tha lëvizja, që në ditët e para të kapitullimit. Nuk e bën këtë gjë, tregoi një paaftësi absolute kjo. Ndërkohë, lënien e njerëzve në mënyrën më të në mënyrën më të shurur e më të fatit njerëzve. Të italianëve që ishin këtu. Unë ngelën në mëshirë të fatit. Të ushtarëve, të njerëzve metën shtë të thonë. Aq sa repartet që ishin, ata kishin një divizion me qendër në Grehot, divizionin Perugja, po ai kishte regimentin një në Tepelen për hapur në Këlqyre në Përmet, në Tepelen, edhe tjetrin e kishte në Gjirokastër në Jorucate në Delvin. E tregojmë pak shkatrimin e divizionit Perugja nga gjermanët? Po, do të flas më vonë se e kam përjetuar edhe kam pas në kontakt me disa nga ish oficerët e atij divizioni dhe gjatë luftës edhe e kam diskutuar gjëra gjatë me ta. Ata. Po e kisha fjalën tek ajo që u treguan paaftësia për të dalur atje edhe u krijua një situatë shumë e rëndë për ata njerëz u kthyen në njerëz mira, shumë keq metën. Por më e keqja për ta ishte periudha fullni i shtatorit deri atje nga 10 tetori i 23-sit, kur në atë zonën Sarën, Himar, Kurelesh, Delvin, u organizova operacioni i parë nazist nga forcat që ishin në Janin. Kryesisht ai divizioni Famkeq, divizioni i parë malor, që e keni dëgjuar tek masakri i Borovës, ai ishte akoma në Janin. Edhe ai e kreu atë masakrën